Banorët e fshatit Skivjan në komunën e Gjakovës tash disa javë po përballen me reduktime të shpeshta të energjisë elektrike. Ata thonë se ndërprerjet e vazhdueshme po vështirësojnë jetën e përditshme, ndërsa më të prekur janë bizneset që operojnë në këtë zonë. Pronarët e bizneseve shprehen se mungesa e energjisë po shkakton humbje financiare dhe po vështirëson ofrimin e shërbimeve për klientët. Që në 3 javë rryma na myti. Hade nalë defekte, friza, pidjeg. Përveç reduktimeve të energjisë, banorët kanë ngritur shqetësime edhe lidhur me punimet që po zhvillon kejtësi në një trafo elektrike pranë shtëpive të tyre. Sipas tyre, trafoja nuk është rrethuar në mënyrë adekuate, duke paraqitur rrezik për banorët. Redaksia e televizionit Syri është drejtuar keqësit me pyetje përmes emailit, duke kërkuar sqarime lidhur me reduktimet e energjisë dhe masat të ndërmarra për sigurinë në trafo ku po kryhen punimet. Deri në transmitimin e këtij materiali, televizioni Syri nuk ka arritur të sigurojë një përgjigje nga keqësi, pavarësisht pyetjeve të dërguara përmes emailit.